na mirë me qëtu, me bujqësi shumë moti, qysh bobe, babgjysh. Nëse babës për të thëmë drejten i ka shku jeta ma shumë edhe në gërbet, po na edhe tasht, mirë me qështu me domate, speca, kumpira, kep, pudra, po jo që diçka ma shumë, po për veti po të qaj shumë që bën edhe me shit edhe shisëm. Mirë me kofsh, me tele, me pem, me blet. Tash për pak do shkojmë edhe tek pjesa e sektorit të kafshëve, po momentalisht jemi këtu tek të mbjellurat, edhe po shohim në plan të parë që keni disa speca turshi, tash është edhe koha e tyre. Tregona pak më shumë rreth plantacionit të specave më shumë. Po një dy duri veç i kena marrë, edhe kena bo ajvar, edhe kena shtit do turshi. Tash të është pjesa tjetër, tash të menujmë apet për mi shtit do turshi, me bo edhe do ajvar me speca me patligjona, shtu që të sa këtë të gjelbërtat i shtim turshi, këtë të kuqet i bojmë ajvar, pingjur, qështu. A i mbjell edhe misër për të ushqyer kafshët e fermës së tij, duke bërë punën më të plotë dhe të organizuar. Po dikun i kem një 5-6 hektar që i punojmë. I mjellëm grun, misër, këtu ma bujqësure që apo duken, domate, patate, krejt këtu. Kemë edhe 2 hektar aty, si që duken aty ma heret, me detelin, dikur që ja bën jonxhe. I kemë edhe 1 hektar 20 ari që aty dikun, 25-6 ari, i kemë me pem, humull, arë, dardh, mull. Masti i përmende këto pjesën e kulturave të mbjellurave, me cilën kulturë mas pari ke fillu në tokat e tua, cilën kulturë e ke provu s'pari herë? Po këtu me këtu bujqësure jena më gjithë, këtu me grune, me misëre, me këtu përpara dhe elbe, tërshone, këtu gjithë i kena punue, mirë po tash smrami edhe boshe kena bo gjithë, po edhe tash bojmë boshe. Jo ashtu si për faqet madhe, po sa për veti diçka po del që tu të fshatit bio. Që në le për shty bërë se gjitha është në ambient të hapur, edhe është falë natyrës, pastaj sa ndikojnë ndoshta edhe rreshjet ose gjendja e keqe atmosferike tek këto, a ndodhë që mundëm tu qyshin broni ose si fermer, apo një lenë në dur të Zotit? Jo, vëllave, në dur të Zotit. A për hak të vadit, një t'i vaditëm, që i vaditi me kufe, ka 25 kufe, 30 kufe, dhe më hanë ato që cila i ka 15 litra, 20 litra, dikun ka 450 litra, 400 litra, 500 litra, i nxirri me dur që atë rezervorin që të kujon peshqit, edhe i vaditi vetë, qëtu. Edhe me peshqit, më tregove që mban edhe peshqi, je i lidhur edhe ta, qysh ka ardhur ideja për peshqi? Vëllai, me peshqi nuk i na marrë kur. Mirë po, të po venin se këtu është ujë krejt, e këtu kon livallë. Marrë shumë dëson për kofsh, po më lindi ideja me thy me barë, atëherë uji nuk na lajke, më në gjithë që e prunëm veti me gypa, me drenazha, tani qatë pjesë vendosa masi ka ujë shumë, hajtë të provojna me peshqi qatë pjesë anina, se ashtu nuk o bëj kemi se pe ujë që atje. Edhe erdhë momenti thash veç për dojna me provue, e kena provue një rezervar ma të vogël, s'kena ditë qysh ato me bo seleksionimin, veç kena gjuh ku kena mujt, kena marë, mi po tani me kuhën tu mësue, tash të kem krapin aty, tjetër nuk kem, që i kena hjek këtë aty, se vetëmi krapi që po u zhvilloj ke pa e nresh me betona, me domethënë bolt. E neve në konvenon, edhe ashtu jena hale, që me thonë si të provue, apo zhvillohen ajo,